Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet janë për Allahun subhanahu wa taala dhe salavatet mbi Muhamedit alayhis salam në këtë ditë të bukur xumaje të datës 24 prill 2026 apo 7 Dhulqa'de 1447 Hijri. A keni provuar ndonjëherë që ta hapni Kur'anin ashtu pa caktim, thjesht aty ku ju hapet? Nëse nuk e keni provuar, provoni. Kanë këshilluar dietarët e mëdhenj të ummetit se një prej mrekullive të Kur'anit është edhe ajo se ai ofron zgjedhje për çdo situatë. Aq më tepër kur njeriu e hap atë diku fare pa plan dhe lexon për shembull 2-3 ajete dhe në ata ajete gjen zgjidhje për problemin e vet. Provoni këtë dhe do ta përjetoni edhe vetë këtë mrekulli të Kur'anit. Ja, para disa ditëve e hapa Kur'anin tek surja edhe mu hap tek surja Nur, ku lexova veç 2 ajete. Ajetin 55 dhe 56. Të gjithë ne, jo veç ditëve të fundit, por edhe viteve të fundit, po agojmë me një farfrike se çfarë po ndodh tek ne dhe kudo nëpër botë. Dhe dëgjoni çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në këto 2 ajete të cilet rastësisht i hapa. Thot Allahu xhaleshanuhu në përkthimin e kuptimeve të këtyre 2 ajete. Allahu u ka premtuar atyre prej jush që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, se do t'i bëjë me këmbës në tokë, ashtu siç i bëri me këmbës edhe ata që ishin para atyre, dhe do t'u forcoj fenë e tyre, të cilën ai e ka pëlqyer për ta, dhe do t'u zëvendësoj frikën me siguri. Ata më adhurojnë mua dhe nuk më shoqërojnë asgjë. E kush mohon pas kësaj, ata janë të prishrit. Faleni namazin dhe jepeni zekatin dhe binduni të dërguarit ashtu që të mëshiroheni. Mesazh i qartë si kristali. Le të bëhemi të këtill dhe Allahu do të na zëvendësoj frikën me rahati e me siguri. Edhe pak më herët, para 1-2 xhumave, kemi thënë se duhet jo vetëm të besojmë në Allahun, por edhe t'i besojmë Allahut. E kush i beson Allahut, ashtu edhe do të veproj. Vëlla dhe motër, besoj edhe ti, se të siguroj se nuk do të zhgënjehesh. Kjo që shihni pas meje nuk është fotomontazh, por është e vërtet. Është kulla e Eiffelit në Paris, ku momentalisht gjendem sot në këtë ditë xumaje, zyrtarisht është hapur në vitin 1889, pra para 137 vitesh, dhe ka një lartësi prej 330 metrash, nga ku unë sot në këtë ditë xumaje ju përshëndes dhe lutem për rahatin dhe sigurin tonë shpirtërore dhe fizike. Allahu e pranoft namazin e kësaj dite madhështore dhe i bëft dritë salavatet tona mbi më të dashurin e zemrave tona sallallahu alaihi wasallam. Deri në perën e xumas së radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.